që përdor me emra ndrysh. Çfarë në kontraindikacionet, pse po luftohet, pse ka kaq shumë pyetje dhe pikpyetje rreth a duhet dhe s'duhet. Dhe më shumë janë që s'duhet i marr këto përdor të medikamente se që duhet. Unë jam për që duhet sepse janë medikament revolucionar dhe mendoj që frika na shtyn kanjëherë mos me ulshun diçka që. Domethënë këtu është, siç thashë më herët, është duke ndryshu loja e ndjenjave dhe mendimit të njerëzimit në përmjet të medikamenteve, sepse llogaritën në vitin 2030, 10% amerikanëve, të cilët kanë 350 milion banor, mo e përdor dhe mon manxharën. Po. Kështu që pavarësisht prej njerëzve që prekrajnë ose janë kritik të kësajna, kjo nuk duhet luajë rol në sjelljen e njerëzve. Këto medikamente do të përdoren më masive. Aftësia jonë, si mjek ose si ekspert sa i fushë, është me menaxhu ndjenjen e njerëzve për këtë medikament dhe që kjo punë të kryhet në mbikëqyrjen e mjekëve dhe të shikohen domthonë përparësitë, mungesat, efektet anësore që bëhet një përdërim i sigurt. Domthonë ndjenja për me qenë me pas trupin e bukur dhe me qenë i bukur është ndjenja e cila ka lindur para se të lindë gjuha e njerëzimit. Më llogaritet që në botën antike, domthonë 15 vjet para erës sonë, ka pas domthonë instrumente ndihmëse që ne kanë bërë njërin e bukur. Domthonë është zbulu ari prej bronzit, domthonë gjuha është tek kriju 10.000 vjet e kalume, kështu që kjo ndjenjë për me qenë domthonë me trup estetik, atraktiv, dhe për me qenë i bukur, domthonë nuk do të na dalë askush. Aftësia jonë është me menaxhu këtë proces, këto ndjenja të njerëzve dhe më ndihmu njerëzve aq sa është e nevojshme. Kështu që kjo ka hapësinë të jashtëzakonshme në këtë fushë. Domthonë ekonomia domthonë e klinikës nuk do të jetë aq e fuqishme sa ne domthonë duhet shkojmë bashkë me rrjedhën e lumit sepse ky proces nuk ndalet. Domthonë prej patjetër. Që spaku që 2000 vjet prej kohës antike, domthonë parandisë romake, pastaj në shekulin 19 në kohën e impresionizmit, gjithë piktarët domthonë e kanë pikturuar domthonë bukurën. Zakonisht bukura e ngratë. Kështu që prej Claude Monet, prej Picassos, prej Rembrandt, dhe gjithë domthonë kanë tentuar bukurën. Kështu që ekziston një studim në Britaninë të Madhe, e cili domthonë prej 1000 aplikantëve që kanë aplikuar për punë, i kanë vendosur fotografi ndryshme, kanë vendosur fotografi të aplikantit domthonë me mbi peshë dhe aplikantëve normal, dhe i kanë manipuluar. Domethënë fatkeqësisht, domthonë njerëz që kanë qenë mbi peshë nuk ka marrë vendin e punës. Po. Kurse kjo është kultura perëndimore, kurse në kulturën lindore ose në kulturën domthonë në shtetet tjera, për shembull, gjithashtu një studim shkencor, që për shembull në Afrikë, në Kongo dhe Ugandë, zakonisht marrin punën ato njerëz që kanë pak mbi peshë sepse konsiderohet si simbol i qendrit pastër etj etj. Kurse në botën perëndimore, kjo do të jetë një fuqi jashtëzakonshme që njerëzit të jenë bukur, të jenë me trup estetik, elastik, dhe ky proces nuk ndalet.